Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Partia Socialiste ka shpallur Gramoz Sakon si kandidat për Bashkinë e Tepelenës në zgjedhjet e pjesëme të 9 nëntorit pas dorëheqjes së Tërmet Peçit. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për Gjirokastrën, Mirela Kumbaro, e cilësoi Sakon si një figurë të respektuar me karrierë të spikatur ushtarake dhe me rënjë në Tepelenë. Artistët italian vijojnë të jenë prezent në Gjirokastër fal bashkëpunimit të vazhdueshëm të Bashkisë së Qytetit, Konsullatës së Përgjithshme Italiane në Vlorë dhe Konsullatës së Nderit në Gjirokastër. Edhe gjatë stinës së vjeshtës fshati Tranoshisht në Andigone vazhdon të tërheq vizitorë që kërkojnë të njohin nga afër traditat, historinë dhe mikpritjen e banorëve. Përveç bukurive natyrore dhe trashëgimisë kulturore, në këtë fshat veçohet nisma e familjes Zisi, e cila ofron klasa gatimi tradicionale për turistët e huaj. Lumturi Bejko nga fshati Piskovi i Përmetit është një nga gratë që po mban gjallë traditën e nxjerrjes së rakisë artizanale, një mjeshtëri që ka kaluar brez pas brezi në zonat rurale. Me përkushtim dhe pasion ajo tregon gjithë procesin nga përzgjedhja e rushit deri tek destilimi, duke garantuar një produkt cilësor dhe duke ruajtur shpirtin e trashëgimisë kulturore shqiptare. Ju njohim tani më gjërësisht. Partia Socialiste ka shpallur Gramoz Sakon si kandidat për Bashkinë e Tepelenës në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit pas dorëheqjes së Tërmet Peçit. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për Gjirokastrën, Mirela Kumbaro, e cilësoi Sakon si një figurë të respektuar me karrierë të spikatur ushtarake dhe me rënjë në Tepelenë. Ndërkohë forcat e tjera politike nuk kanë shpallur ende kandidatët e tyre. Partia Socialiste ka përcaktuar kandidatët që do të garojnë për zgjedhjet e pjesshme vendore në 9 nëntor, ku pjesë është edhe Bashkia e Tepelenës, pas dorëheqjes së Tërmet Peçit, i cili tashmë është deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Drejtuesja politike për Gjirokastrën, Mirela Kumbaro, deklaroi se Gramoz Sako do të jetë kandidat për Bashkinë e Tepelenës. Kumbaro shpreh se Sako është një figurë e njohur në karrierën e vet ushtarake, një karrierë e shkëlqyer me një emër shumë të mirë, por mbi të gjitha një djalë i Tepelenës. Kumbaro theksoi se kandidati i propozuar nga Partia Socialiste është një figurë e gjithëpranuar që gëzon respekt të plot, si në Tepelenë, por ashtu edhe në të gjithë karrierën e vet me kolegët. Ndaj me publikun kandidatin për kryetar të Bashkisë së Tepelenës në zgjedhjet e pjesshme, zotin Gramoz Sako, një figurë e njohur në karrierën e vet ushtarake, me një karrierë të shkëlqyer dhe një emër shumë të mirë, po mbi të gjitha një djalë i Tepelenës, i lindur dhe i rritur familjarisht nga Nivica në Tepelenë, që i rikthehet sot Tepelenës me pasionin për kushtimin si djalit tek nëna dhe tek familja e vet. Është një figurë e gjithëpranuar që gëzon respekt të plot si në Tepelenë, por ashtu edhe në gjithë karrierën e vet, në kolegët dhe që ka lënë emrin e mirë kudo. Jemi të bindur që me Gramoz Sakon do të kemi një vazhdim shumë të mirë të vizionit të Tepelenës 2030 për të vazhduar në të gjithë projektet e suksesshme të zhvillimit turistik dhe bujqësor të qarkut Gjirokastrës, ku Tepelena do të vazhdojë të jetë një krenari për Partinë Socialiste, por edhe për gjithë jugun e Shqipërisë. E ndërsa socialistët tashmë i përcaktuan kandidaturat e tyre, forcat e tjera politike ende nuk kanë një emër konkret për Bashkinë e Tepelenës. Në kuadër të tetorit të rozë dhe ndërgjegjësimit për shëndetin e grave, programi kombëtar i depistimit të kancerit të gjirit ofron mamografi falas në 16 poliklinika dhe 2 njësi të lëvizëse. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri e Shëndetësisë Evi Salla u bën thirrje grave dhe vajzave të kryen mamografi për zbulim të hershëm, veçanërisht ato të grup moshave 40 deri në 50 vjeç. Në javën e parë të programit kombëtar të depistimit të kancerit të gjirit janë kryer 779 mamografi falas. Kryeministri Edi Rama bëri me dije lajmin dhe ndau pamje nga vizita e Ministres së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Salla në një nga njësitë e lëvizshme në kuadër të tetorit rozë dhe muajit të ndërgjegjësimit për shëndetin e grave. Në të gjithë vendin, shërbimi ofrohet në 16 mamografi stacionare dhe 2 njësi lëvizëse, duke targetuar gratë 40-50 vjeç dhe ato mbi 50 vjeç si grup rreziku. Kryeministri Rama bëri thirrje për të gjithë gratë dhe vajzat që të kujdesen për shëndetin e tyre dhe të kryen mamografi falas për zbulim të hershëm. Ministria Salla ndoqi nga afër procesin e kryerjes së mamografisë dhe sensibilizimin e grave
për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm, që rrit shanset për trajtim të suksesshëm dhe ul vdekshmërinë nga kanceri i gjirit. Muaj tetor është një muaj shumë i rëndësishëm për shëndetin publik. Në kuadër të rritjes së ndërgjegjësimit të gjithë popullatës, por sidomos të grave dhe të vajzave për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit, ne tashmë kemi një program depistimi kombëtar të kancerit të gjirit, i cili ofrohet nëpërmjet mamografive stacionare dhe dy njësive të lëvizshme të mamografive në vendin tonë. Është një program depistimi i kancerit të gjirit që besojmë me një ndihmës goxha të theksuar në depistimin e fazave fillestare të problemit të gjirit. Përveç mamografisë që ka kufizimin e moshës që ju e dini mbi 45 vjeç, kjo do bëhet edhe kombinuar me EKO. Sepse EKO nuk ka kufizimin e EKO, kështu që do pasen në këtë periudhë jo vetëm të jetë tetori roz, por gjithë viti të jetë roz. Shoh kualiteti shumë i mirë i imazhit. I pastër, i mirë, bravo. Sonja Minister, edhe njëra nga gratë që dëshiron të kryejë mamografi. Mirë, ju në Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, edhe sonte kemi koncert, dhe për fatën mirë, përpara sallës kemi koncert, është edhe pikërisht po shumë mirë. Kjo që shpëton jetë. Patjetër, se sa më herë të kapet? Po, pikërisht. Në kohën e duhur, nga eksperjenca familjare, më bën që të jem akoma dhe më i kujdesshme, dhe kjo është thirrja ime për të gjitha gratë, të kujdesin për veten e tyre. Shërbimi mamografisë falas ofrohet gjatë gjithë vitit në 16 poliklinika dhe spitalet në të gjithë vendin, si dhe në 2 njësi lëvizse. Gjatë muajit tetor çdo grua mund të kryejë mamografi pa referim, vetëm me një mjet identifikimi. Njësitë lëvizse ofrojnë shërbimin sa më afër vendbanimeve për gratë në zona urbane dhe rurale të largëta, duke e bërë depistimin më të aksesueshëm për të gjithë. Artistët italian vijojnë të jenë prezent në Gjirokastër fal bashkëpunimit të vazhdueshëm të Bashkisë së Qytetit, Konsullatës së Përgjithshme Italiane në Vlorë dhe Konsullatës së Nderit në Gjirokastër. Këtë herë ata erdhën me pjesë të kantautorit Franco Battiato në kuadër të javës ndërkombëtare të gjuhës italiane. Një mbrëmje muzikore jashtëzakonshme kushtuar këngëtarit italian Franco Battiato, një prej zërave më të thellë dhe poetik të muzikës italiane, organizua në qytetin e Gurt. 5 artistë italianë u ngjitën në skenën e teatrit Zinisako mbrëmjen e së martës, ku për ardashsin gjirokastrit ata interpretuan pjesë të përzgjedhura nga repertori i tij i pasur. Ky aktivitet, pjesë e festimeve për javën e 25 të gjuhës italiane në botë, u organizua nga Konsullata e Përgjithshme Italiane në Vlorë, Bashkia e Qytetit të Gurt dhe Konsullata Italiane e Nderit në Gjirokastër. Questa volta devo ringraziare. Në veçanti, dua të falenderoj Konsullatën e Nderit të Italisë në Gjirokastër, në vetvete Konsullin e Nderit zotin Teodor Bilushi, sepse nëse ky aktivitet sot do të realizohet fal Bashkisë Gjirokastër, por edhe fal Konsullatës së Nderit. Gjuha italiane në shtetin Qini Shqipëri ka mbritur mjeti ose makina që e ka sjellë ka qenë pikërisht këngë. Dhe në edicionin e saj të 25, në 25 vjetorin e organizimit të gjuhës italiane këtu në botë, ne kemi zgjedhur pikërisht që nëpërmjet këngës, nëpërmjet një shfaqje festive, homazh Andrej Battiatos, të përcjellim gjuhën italiane tek ju, tek spektatori shumë dashur gjirokastrit dhe të gjithë shqiptarët e tjerë. Tra poco vedremo sul palco del Guarnieri Ensemble. Patjetër që kemi patur mund prezencën e profesorëve të ambasadës, të konsullatës, të cilët në fakt e kanë Gjirokastrën dhe ose e kanë shtëpinë e tyre. Shumë faleminderit Piguin, shumë faleminderit për gjithë aktivitetet. Edhe besoj që do të vazhdojmë të rrugën e bashkëpunimit për aktivitetet të ndryshme jo vetëm kulturore, sepse ne presim edhe dhe tjera siç edhe presim të luajmë disa prej dronëve në aeroportin në fushën në aerodromin e Gjirokastrës. Aktivitetet që ne presim të bëjmë së bashku edhe gjatë këtij fundviti.
Shfaqja e prodhuar nga shoqata e evolucionit të artit kombinoi me sukses së gjuhën muzikore dhe teatrale në një formë elegante dhe poetike, duke i përcjellë publikut shqiptar fuqinë dhe rëndësinë e plotë të mendimit të Batjatos. Eventi u zhvillua në një atmosferë me pjesëmarrje dhe intensitet të madh, duke dëshmuar edhe një herë vlerën e gjuhës dhe kulturës italiane si instrumente të dialogut dhe miqësisë midis popujve. Me këto homazh, konsullata italiane në Vlorë dhe konsullata e nderit e Italisë në Gjirokastër dëshironin të festonin Franco Battiato jo vetëm si artist, por një simbol të hapjes, spiritualitetit, kërkimit dhe unitetit midis popujve përmes artit. Muzeumet e Gjirokastrës po tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë. Rreth 60.000 turistë janë regjistruar këtë vit, ose një rritje prej 20% krahasuar me vitin e kaluar. Interesi vjen si nga vizitorët vendas ashtu edhe nga turistët e huaj nga Gjermania, Italia, Greqia dhe SBA, të cilët duan të njohin historinë dhe trashëgiminë e pasur të qytetit. Muzeumet tashmë vlerësohen si element të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në qytetin e Gjirokastrës. Për gjatë këtij viti, Muzeu i Armëve, Etnografik, Muzeu Kadare e të tjerë kanë tërhequr një numër në rritje vizitorësh vendas dhe të huaj. Sipas statistikave, janë rreth 60.000 turistë ose 20% më shumë se viti i kaluar, të cilët kanë vizituar muzeet e qytetit të Gurt. Për të njëjtën periudhë, flasim nga janari deri në përfundim të muajit shtator, vizitueshmëria ka qenë goxha e kënaqshme. Tek muzeet e Kalas, tek muzeu etnografik, tek shtëpia e të Madhit Kadare, por edhe tek ky tunel ku jemi, vizitueshmëria ka qenë rreth 56.000 vizitorë për sa i përket periudhës janar-shtator, ndërsa për tunelin e Luftës rreth 18.000 vizitorë kanë shfaqur interesin dhe dëshirën e madhe për të mësuar më tepër rreth historisë së tunelit. Vizitorët më të shumt janë europianët, por nga e gjithë bota kanë ardhur për të shuar kurreshtjen rreth historikut të qytetit tonë të Gurt. Shërit veçantë kanë edhe shqiptarët, të cilët janë jo vetëm të Shqipërisë, por edhe shqiptarët e Kosovës. Duke qenë se tani edhe koha po ftohet, ne jemi të hapur për të gjithë, shpresojmë që pak a shumë të jemi në të njëjtat pritshmëri që kishim vitin që shkoi. Nuk e kishim menduar që Gjirokastra fsheh një vend kaq misterioz nën tokë. Tuneli është i ruajtur mirë dhe jep ndjesinë e një kohe të ngrirë. Më pëlqeu mënyra se si është shpjeguar gjithçka, të ndihmon të kuptosh më mirë historinë. Ndjesia këtu poshtë është e veçantë. E gjithë kjo hapësirë të bën të mendosh për frikën dhe pasigurinë e asaj kohe. Është e pabesueshme se si njerëzit kanë jetuar me idenë se mund të ndodhte një luftë bërthamore. Më duket sikur çdo dhomë tregon një histori të heshtur nga e kaluara. Turistët që vizitojnë muzeumet në Gjirokastër janë nga qytete të ndryshme të vendit, por edhe nga shtete si Gjermania, Italia, Greqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e të tjerë, duke u njohur me historinë dhe traditat e qytetit të Gurt. Edhe gjatë stinës së vjeshtës, fshati Tranoshisht në Antigone vazhdon të tërheq vizitorë që kërkojnë të njohin nga afër traditat, historinë dhe mikpritjen e banorëve. Përveç bukurive natyrore dhe trashëgimisë kulturore në këtë fshat, veçohet nismja e familjes Zisi, e cila ofron klasa gatimi tradicionale për turistët e huaj, duke i dhënë zonës një dimension të ri turizmi rural dhe përvoja autentike shqiptare. Fshati Tranoshisht, një nga vendbanimet karakteristike të zonës së Antigones, vazhdon të mirëpres një numër të lartë vizitorësh edhe gjatë stinës së vjeshtës. Natyra e bukur, qetësia dhe mikpritja e banorëve bëjnë këtë vend tërheqës për turistët vendas dhe të huaj që kërkojnë autenticitetin e jetës rurale. Vizitorët që mbrinë në Tranoshisht vinë për të njohur më nga afër me traditat, historinë dhe zakonet e banorëve. Është herë e dytë që vim në Tranoshisht dhe çdo herë përjetojmë diçka të re. Fshati ka një qetësi, bukuri që të pushton shpirtin. Kemi qëndruar sërish tek e njëjta familje dhe na priti me shumë dashuri edhe herën e parë. Këtu ndihesh si pjesë e komunitetit, jo si vizitor. Këtë herë vendosëm të kthehemi në Tranoshisht, sepse përvoja e parë ishte e paharrueshme. Familja Zisi na priti me të njëjtën ngrohtësi dhe na ftoi të marrim pjesë në klasat e gatimit tradicional. Ishte një ndjesi e bukur të mësonim receta shqiptare në një ambient kaq mikpritës e të sinqertë. Është një vend ku dëshiron të rikthehesh gjithmonë.
Një ndër iniciativat që ka sjellë risi në këtë fshat është ajo e familje Zisi, e cila prej disa vitesh ofron klasa gatimi tradicional për vizitorët. Në këto klasa turistët mësojnë të gatuajnë recetat të zonës, duke përjetuar nga afër shijen dhe aromën e kuzhinës shqiptare. Kemi filluar në vitin 2017, kemi pasur guida turistike me shumë turist, përveç se cooking lesson kemi edhe ngrënien e drekës, një xhiro këtu tek fshati, ju tregojmë perimet edhe këto kafshët. Gatuajmë bashkë me mamin disa gjëra që ti mësojnë edhe vajzat, qetësohen pak, ham drekën, pinë një kafe ose diçka tjetër dhe nga viti në vit numri i turistëve është rritur, të cilët pëlqejnë fshatrat, qetësinë edhe gatimet tradicionale. Përmes këtyre nismave, Tranoshishta po kthehet në një destinacion të qëndrueshëm turistik, ku tradita, mikpritja dhe përvoja autentike e bën çdo vizitë paharrueshme. Fshati dëshmon se edhe në qetësinë e vjeshtës, jeta rurale ka shumë për të ofruar. Saranda dhe Ksamili vazhdojnë të jenë destinacioni preferuar i turistëve nga Kosova, jo vetëm verën, por gjatë gjithë vitit. Operatorët turistik nga Prishtina si Rushdi Kurtishaj nënvizojnë se turizmi kosovar zhvillohet nga shkurti në nëntor, duke bërë Sarandën një pikë referimi për pushime dhe relaks mes shqiptarëve. Fundjava e parë e tetorit solli në Sarandë 80 shqiptarë të Kosovës, ishin më shumë se 80 punonjës të spitalit të Prizrenit, që i dhanë kënaqësinë vetes të këmbejnë dëborën dhe temperaturat nën zero të këtij tetori në Prizren, me verën e zgjatur dhe peizazhet e Sarandës dhe Ksamilit. Ka 2 ditë që jemi në Sarandë, kemi ardhur si kolektiv nga Spitali Regional të Prizrenit, kompania e transportit nga qenë Sharp Travel, zakonisht udhëtimet i realizojmë me kompaninë Sharp Travel. Saranda ka qenë shumë e bukur, pritja ka qenë e mirë, ushqimi ka qenë fantastik. Është hera e dytë që vi pas 15 vitësh, edhe sigurisht që preska edhe herave tjera që tjetë më mirë. Jemi të kënaqur shumë me shëtitjen, gjithashtu mikpritjen që na kanë bërë. Hoteli ka qenë shumë i mirë, ushqimi, mikpritja, gjithashtu edhe me bukurit jemi kënaqur me bukurit e qytetit Sarandës. Ky udhëtim u realizua nga kompania e transportit turistik e drejtuar nga Rushdi Kurtishaj. Ky operator tregon se është i pari që çel sezonin turistik të Sarandës në shkurtin e çdo viti dhe e mbyll në ditën e flamurit më 28 nëntor. Vërtet është kënaqësi që të jem në Sarandë qysh nga shkurti kur fillojnë dallëndyshet e para dhe Sharp Travel fillon sezonin turistike që nga shkurti dhe përfundon me 28 nëntor. Dhe kuptimi kësaj vizite ka të bëjë me përmbushjen e asaj që ne premtojmë për Sarandën turistike për shqiptarët e Kosovës. Saranda me të vërtetë është mbretëresha e turizmit shqipfolës. Ne krenohemi me Sarandën si komp dhe nuk e dallojmë Sarandën nga Prizreni fare. Kurtishaj, një mik i vjetra strukturave turistike në Sarandë e Ksamil dhe që ka mirënjohjen e pushtetarëve vendor, thot se 2025 shënoi një rritje me 15% të pranisë së turistëve nga Kosova në destinacione turistike të Bregdetit shqiptar. Rritjen këtë vit e kemi bërë mbi 15% për Sarandën si destinacion turistik. Vazhdojmë, punojmë ngushtë, kemi bërë një punë shumë të madhe me hotelet, kemi ndikuar pozitivisht për ata për zbritur ofertën turistike për shqiptarët e Kosovës. Kurtisha i kujton fillimet e punës së tij me destinacion Sarandën dhe Ksamilin kur duheshin 20 orë për të mbërritur dhe kur Ksamili nuk ishte më shumë se një fshat turistik. E kemi filluar në vitin 2002, kur ne kemi ardhur në vitin 2002 për herë të parë në Sarandë, që nga atëherë ne kemi pas një qëllim të qartë dhe synim të qartë që Sharp Travel të jetë ura lidhëse e çdo shqiptarit Kosovës për çdo destinacion turistik në Shqipëri, duke menduar që në atë periudhë kohore për Sarandën dhe Ksamilin që ishte vetëm një fshat turistik i pa adresë për shqiptarët e Kosovës. Operatori turistik nga Prishtina ka plot 23 vite që si përmarrje të tij të suksesshme ka zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit shqipfolës, duke ia dalë të bëhet urafrimi dhe bashkimi mes shqiptarëve nga Kosova dhe nga trojet e Shqipërisë, të paktën për gjatë 10 muajve në vit, nga shkurti në nëntor. Në Sofratik të Bashkisë së Dropullit ka nisur një nisëm shëndetësore për nxënësit e shkollave të zonës me fokus tek sytë dhe skolioza. Nga 261 nxënës të kontrolluar, 8 kanë rezultuar me probleme okulistike dhe një rast me skolios. Rastet që kërkojnë ndjekje të mëtejshme referojnë për trajtim të specializuar.
Qendra shëndetësore në Sofratik të Bashkisë Dropull ka nisur kontrollet mjekësore për nxënësit e shkollave të zonës. Ky depistim për skoliozën dhe syt synon parandalimin dhe evidentimin e hershëm të problemeve shëndetësore tek fëmijët, ku përmes ekzaminimeve bazë të kryera në ambientet shkollore, nga 261 nxënës të depistuar, 8 prej tyre kanë rezultuar me probleme okulistike dhe një rast me skolioz. Neve po aplikojmë depistimin për skoliozën dhe depistim për syt. Kemi pasur një rast me skolioz, i depistuar nga ne në shkollën Frim Dashurie, nga 115 nxënës janë depistuar për sëmundjet okulare, vetëm 4 raste janë konstatuar me problem. Kurse në shkollën e Bashkuar të Dervicianit, janë depistuar për okulistik 126 nxënës, prej këtyre 4 nxënës janë konstatuar me probleme okulare. Në rastet kur konstatohet nevoja për ndjekje të mëtejshme, rastet referohen mëtej. Për këto kemi biseduar me drejtorin e shkollës për të vënë një djeni prindrin dhe mandej të ndiqen procedurat e tjera me mjekun e familjes dhe rekomandimi mëtejshëm të mjeku okulisti. Sipas stafit mjekësor, këto kontrolle janë një mënyrë efektive për të ndërhyrë në kohë dhe për të siguruar një zhvillim të shëndetshëm tek fëmijët. Me ulljen e temperaturave këtë vjesht janë shtuar rastet me COVID-19 e virozat sezonale. Qytetarët raportojnë se simptomat janë më të lehta se vitet e kaluara, ndërsa vaksinimi mbetet ende një dilemë për disa prej tyre. Mjekët rekomandojnë kujdes ndaj higjienës, ushqyerjes dhe qëndrimit në ambientet ajrosura për parandalimin e infeksioneve. Me ulljen e temperaturave dhe ardhjen e stinës së vjeshtës, janë shtuar rastet të prekurve nga virozat sezonale dhe COVID-19. Qytetarët thonë se kanë kaluar virusin, por me simptoma më të lehta, krahasuar me vitet e kaluara. Gjatë kësaj periudhe kemi kaluar viruse, tani nuk kemi bërë analiza që të themi se janë COVID apo janë diçka tjetër, po viruse kemi kaluar e goxha të vështira. Si ishin simptomat? Me temperaturë, me lodhje trupore, po thuajse me simptomat e Covidit. Më tepër u morëm me këto trajtimet e vendit, me bimë mjekësore me këto gjëra kështu dhe kështu që nuk patëm ndonjë komplikacion që të shqetësoheshin pastaj të vinim në pranë mjekut familjes ose në mjek tjetër. Herën e dytë e kalova prap, ndoshta mbas disa muajve më vonë, po pak më lehtë. Po që atëherë nuk nga virozat të tjera nuk janë prekur. Herën e parë që e kalova shumë rënd, mora mjekim. Herën e dytë jo, e kalova më lehtë. S'paraqet aq i rrezikshëm sa ka qenë, është në formë viroza kështu, e kupton? Nuk e di. Ne kemi quajtur se një grip të zakonshëm, nuk ka ndonjë problem shqetësues. Jeni prekur, domethënë, në familjen tuaj nga Covidi gjatë kësaj periudhe? Se kemi konstatuar është Covid, është grip, së të themi, së të shërë themi. Cilat kanë qenë simptomat? Po simptomat dhëmje muskulore, pjesë të trupit, e kupton kështu, munges orekse, munges fuqie. Megjithatë, vaksinimi mbetet një dilemë për shumë prej qytetarëve. Një pjesë e tyre hezitojnë, ndërsa të tjerë shprehen të gatshëm të marrin dozën përforcuese. Covidin e kalova 2 herë, një herë goxha rënd, megjithëse i kisha bërë vaksinat. Kisha bërë atë vaksinën që harova si quhet rusen, kur kisha unë fëmijët të vegjël, detyrimisht ju kemi bërë vaksina, edhe as jemi prekur nga ato sëmundje për të cilat kemi bërë vaksinat, edhe as fëmijët jo. Mendoj se imuniteti i njeriut është më i mirë se imunitetet edhe mbrojtja që t'jepin vaksinat. Unë jam munduar të krijoj këtë imunitet vetvete dhe prandaj nuk e kam. Nuk e kam bërë të Covidit, edhe kur ishte në periudat më të vështira, ju thash që e kam mbrojtur veten nëpërmjet këtyre gjërave paraprake që duhet të ketë parasysh çdo njeri. Që nga higjiena personale, që nga higjiena ku veten për dyqane, në për ente, etj. Me radhë, sidomos për spitale duhet të kesh patjetër pa maskë, nuk e mbron dot veten. Kemi bërë 2 vaksina.
Mjekët këshillojnë që përveç vaksinimit, kujdes ndaj ushqyerjes, higjiena dhe qëndrimi në ambiente të ajrosura janë mënyrat më efikase për të shmangur infektimin nga viruset dhe virozat sezonale. Në vijim të punës së shërbimeve të policisë kufitare me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve në kufi, në dalje të Shqipërisë u krye kontroll në çantën e shtetasit me inicialet FS ku u gjetën 20.530 euro dhe 1.800.000 lekë, të cilat ky shtetas nuk i kishte deklaruar konform ligjit. Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, specialistët për hetimin e krimeve të policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedim në gjendje të lirë për veprën penale, mos deklarim në kufi të hollave dhe i sendeve me vlerë për shtetasin me inicialet FS 51 vjeç banues në Greqi. Gjithashtu u sekuestruan në cilësinë e provës materiale shuma e parave. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Lumturi Bejko nga fshati Piskovi i Përmetit është një nga gratë që po mban gjallë traditën e nxjerrjes së rakisë artizanale, një mjeshtëri që ka kaluar brez pas brezi në zonat rurale. Me përkushtim dhe pasion, ajo tregon gjithë procesin nga përzgjedhja e rushit deri tek distilimi, duke garantuar një produkt cilësor dhe duke ruajtur shpirtin e trashëgimisë kulturore shqiptare. Nxjerrja e rakisë në mënyrë artizanale është një proces tradicional që ruhet me përkushtim nga banorët e zonave rurale. Jo vetëm burrat, por edhe gratë kanë marrë rolin e ruajtjes së kësaj tradite të lashtë shqiptare. Këtë herë patëm mundësinë të ndjekim nga afër gjithë procesin e përgatitjes së rakisë së rushit, të cilën na e demonstroi Lumturi Bejko, artizane nga fshati Piskovi i Përmetit. Në vitet 94, 93, 94, ne jemi trashëgimtarët e gjyshit. Dhe si ishte ai moment kur nxorët rakin për herë të parë? Në atë kohë nuk kishim as edhe mjete për ta matur, po qëllonte që e isni rakinë në zjarr, po të mos ndizesh e flak rakia, në thënë kishë mbaruar procesi. Ta kazanët janë shumë të mëdhenj dhe deri në 2 kuntal njëri, 2 kuntal tjetri, deri në 4 kuntal në ditë. Procesi i destilimit artizanal ka kaluar brez pas brezi, nga përzgjedhja e rushit e deri tek ndezja e zjarrit poshtë kazanit. Çdo hap është i rëndësishëm për të garantuar një produkt cilësor. Jo se nuk është proces i vështirë, po kësaj pune duhet i rish në kokë. Po se mbajte punën në kontakt, në korrent, puna do cilësi, do korektësi, që në mbushjen e kazanëve, në lyrjen e kazanëve, tek mbajtja në zjarit, se po ka zjarë shumë rakia shpërthen kazan, 18-19 gradë do dalë rakia. E marë këtu të rakia, e eth në aparat dhe e masë. Rakia, kjo pije tradicionale shqiptare, nuk është vetëm një produkt i zakonshëm alkolik. Ajo është një pjesë e kulturës sonë dhe simbol mikpritje në çdo shtëpi. Tradita e përgatitjes së saj, por ruhet ende me krenari nga gra si Lumturi Bejko, të cilat jo vetëm prodhojnë raki cilësore, por edhe mbajnë gjallë shpirtin e vërtetë të trashëgimisë sonë popullore. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.